Me kena të taku shumë burra malësis, shumë djemë. Por s'kena dash me prisë edhe punë disave. Sepse këtu keni një deputet që nuk ka ikë për profesionit policit. Kena pas në një punëtor policie që i thoshin Edhemi, po të shef Edhemi. Edhe këtu është ba Pavlini si Edhemi, po të shef Pavlini. Dhe që këtë drejt s'ka nru disa parti. Njëherë ka kënë komunist. Shkojnë Tiranën për jetë më të mirë. Dhe u ba komunist. Mrapën u angazhu me partinë socialiste. U ba dhe socialist. Bele nërhyni me mujtë me marë atë testën të 200 partë, 203 atë partë partinë socialiste. Se takote që i këte në njëni, kështu, ose ka vdek një brantarëve të partisë socialiste dhe kjo kishte halë me kënë, kur prezentohet, më thanë, unë jam i 200 i partisë socialiste. Në 2009 në dini që nga kaloj të BD-a, edhe unë e kam pas kundërshtar politik, bashkë me ju. Ba dhe presion edhe atërë mi, se këta që ishte BD-a në pushtet, mi socialistat, e dini shumë mirë. Se si u silde. Me thonë drejten fajtor që e pruna prap të përsoj e jam unë. Saj dera përsës atia kanë mëllë i herë për gjithmonë. Në 2009 e dini ju që ne kena ba disa takime bashkë dhe i kena ba me dreka. Edhe filloj të thanë, ka thanë të ndoshë jam i kam rejt malësort me i hebuk. Se s'kishte që me më thanë, që do të me thanë. Sa i vesh planë sa hanë për veti, se s'din që asqa dreka, asqa misia zanë. Dhe që ka dalë me variantin, thot, shkon atje në Vat Dejs, ka thanë të mdoshit, thot, ju kam blej herës të dërkucat, thot, të shpoj blej si dosat. Pavlin për të thanë për e tonë malësis, ti e shqitë si dërkuc, i e shqitë si dos. Se unë kur s'kam blej as malësor, as merditor, as zadrimor, as qytetar. Poplim ka votu dhe do të më votojnë. O nej po të tëmë para tonë malësorve. Rriu urtë mas më të zemë ma emrin gojë. Se do t'ja bëj publike që i ke thanë edhe po shukët. Unë ka marrë sot mi u kërku votën edhe për veti, por ma shumë për jetë mire. I bëj thire tanë malësis, burra dhe gra. Ashtë një gru se shumë kush i lufton kandidat, se ka halë me binë elektoratin për me marrë vota. Ashtë një gru që ka nëru shpinë e vetë, po është linë rritë, po ka nëru dhe burin ati ku është martu. Ja thash edhe atje ku ka shku nuse. Thash, ja ka lanë zotit tana, menqurin, karakterin edhe pashin. Theshi, thash mirë se ky polici lujti qa lujti dhe u fut në listë i dyti, se nuk ishte besim as te treshi.
futi mik ditë zion e tha, unë marrë 10.000 vota. Aja së në 2013 nuk e ka pru mandatin e plot, ka pru 7.000 vota për malësie. E dini që i shiti votat për zgjedhjet për bashkim. E nëzori pësën forës tret. Se i mori lek lësis. Prap jo shetaj. Prap me se marë puna që mandati ti diskutohet, pushtetin, a i prap e shet mandatin. Pa na i thirë një menes për ju thamë sot. Votoni për binë tuj, votoni të mdoshin se do t'jenit në rumë. Ka hatë fjallë një përmaqësi se do t'ja vjedhin votat. Ju vetëm votoni se nuk ka lina laj burë që në vjedhë më votat. E kam lanë boll me le. E këni pas a i lumë të në ka kënë kurën jam arrestu. A dregu burri ma i kesë në parlament, jo në malësi. A i menoj se po merë në mbështetjen popullore. Nuk mundet ma marë kur, Pavlini. Menoj se po merë pushtetin, ase të sariti me marë. Premtoj në parlament, tha, 10.000 vota ma shumë, tha. U humë bashkia Shkodrës me 11 vota. Ishte mbështetja që i dha Pavlini kandidates, që humi me 11.000 vota. Edhe kjo që i ka ardhë, kjo të ziu. Kjo menon se batë fushata sa është mësu me shkune për klubet e natës në Brazil. Kujton se batë kështu për fushata në malësit madhe. A i nuk e kupton se hallet e problemet që i ka populli. Se aty, kur ka keni vogël, është rritë si djali sekretarit parë, si djali kryetarit komitetit, edhe fushatën që e ka banë Tirani, ja ka banë Bashkia Tiranës. Ju ka shmësuaj me ba fushatë me malësor. A ju rrenë malësor. E dini ju si ju rrenë malësor? I urren malësor se çdo malësor i duket fytyra jeme. Edhe për Dogaxhin kështu. Se unë i përfaqësoj edhe malësor dhe Dogaxhinin, po përfaqësoj edhe Shkodrën, përfaqësoj edhe Puken. Se gjitha e mbështetje që ne kena gjetë sot, pra këtu nuk pasa kënë partia. Njerëzit pas kanë besu, kanë arë mas me, se na s'kena struktura. Për parimin kena kryetar. Dhe që kishtë e banë për parimin? 460 vota kanë marë në tanë qarkë. Kurse këtu jeni 1500 veti dështë. Unë kam besim se ju do të na votoni dhe ai presion që po ushtrojnë mi ju do kthehet vot për ne. Ju e dini mashtrimet që ju banë Pavlini, do të bahet burgu thot me 400 vetë. Po ku ata 400 vetë ku do të merren më parë? Rrenë gonin Shkodër, ka marrë, ka mush formular, bile kanë çu për njëke penale, mush formular me fund punë. Vjen Pavlini këtu, thot burgu, do të fusim 400 vetë në punë. Kanë marrë, kanë fut në bashki punëtorë,
me 30% pakit. Sa të mërë zgjedhjet, kanë me një stanë shpi që se thonë, të po thonë se djetë që Malësia ka më në votu ne. Ka thonë, ja më ju keni punu për tomen, do të me shku në shpi. Lenja që s'mund të majnë, po protekst kjo do tjetë. Që ne i bajmë thire, votoni për ne. Votoni numrin 9, sepse edhe slogani jonë është partia është elektorati jeni ju dhe besimit e Zotit. Malësia ka i deputet sot, se i Malësi se me lunë, po që ka marrë si për, që e s'din qanë Zoti, as ka shku në kish, as gjamin jetë vetë. Që ju do të besoni, do të votoni të ato njerës që besojnë Zot, jo të ato njerës që nuk besojnë Zot. E gjithë, ideja ti është gjatë ditës, lek e planca. Qohet nade, shkërë më kanë thënë ka i klubët, ja është një tip bajraket, zënë aty të vene dhe hanjere planca mirë, atë është shef ku me gjujt një 500.000 leksh, se thot gjithmonë, Toma është i marë, thot, unë delë, thot, gjithmonë me fit, kur mylli foshatën, thot, unë delë me qarë, thot. Se shkon të ju marë lekve aty këtu, drejtorave, biznesmenve, ta kam fut në gjep, shu që unë jam tjetër, unë kam investu me lekte mija. Edhe jërë shumë falënderës për mbështetjen, edhe asë një që ka arë këtu, mas ketë problem, dhe ato që janë punë, mas das 27, do t'ju binë për shteti këtu në njerëzve që i bajnë person. Ne mbështesim Edi Ramën, kryeministër, këta dalin e thonë jo partit e vogla, mas me pa mbështetun Edi Ramën për ai vitit e kishte rëzu Ilir Meta. E din edhe kë si që ka një shprehje malësor, thënë kë zhabuluku. Nese në kena mjudhin e fushatës në Shkodër, në orën 7:30, po kush ketë mundësi më ardhë, me në mbështetë dhe nesër, jeni të mirë pritun. Dhe shpresojmë shumë tek Malësia. Kush nuk do në marrë nesër atje si s'ka mundësi, mos në harroni ditën e djelit për e përsërisim edhe herë numrin 9. Për një shumë për pjesë marrën.